Plan 30 ditor mësimi, trading online java një bazat absolute dita 4, e mbështetit her rezistencë. Në ditën 4 mësoni nga konceptet më themelore dhe më të fuqishme në trading, support dhe resistance. Nëse qirinjt janë gjuha e tregut, support dhe resistance janë gramatika. Pa i kuptuar këto nivele, tregtari hyn verbërisht në treg. Çfarë është support? Mbështetja. Support është niveli i çmimit ku tregu tenton të ndalet nga rënia dhe të reagojë lart. Në praktik, aty shfaqen vlerësit. Çmimi shpesh ndalet ose kthehet. Është zonë ku tregu e konsideron çmimin të lirë. Shembull i thjeshtë. Çmimi ra deri këtu disa herë dhe gjithmonë u kthye lart. Mbështetja nuk është vijë magjike, por zonë reagimi. Çfarë është resistance? Rezistenca. Resistance është niveli i çmimit ku tregu tenton të ndalet nga rritja dhe të kthehet poshtë. Në praktik, aty shfaqen shitësit. Çmimi has vështirësi të ngjitet më lart. Është zonë ku tregu e konsideron çmimin të shtrenjtë. Shembull i thjeshtë. Sa herë çmimi arrin këtu, bie përsëri. Edhe rezistenca është zonë, jo vije sakt. 3. Pse funksionojnë support dhe resistance? Këto nivele funksionojnë sepse janë zona ku tregtarët marrin vendime. Shumë sy shikojnë të njëjtat nivele. Psikologjia kolektive krijon reagim. Tregu nuk lëviz rastësisht. Ai lëviz nga një nivel i rëndësishëm te tjetri. 4. Si identifikohen nivelet kryesore? Rregulla themelore. Një nivel është i fortë kur çmimi e ka prekur të paktën 2-3 herë. Ka pasur reagim të dukshëm. Niveli shihet qartë edhe pas madhim. Mos kërko perfeksion. Kërko qartësi. Si të gjesh support? Shiko ku çmimi ka ndaluar rënien. Identifiko fundet të përsëritura. Vizato një vijë ose zonë horizontale. Si të gjesh resistance? Shiko ku çmimi ka ndaluar rritjen. Identifiko majat të përsëritura. Vizato vijë ose zonë horizontale. 5. Gabimet e shpeshta me support të resistance. Vizatimi tepërt i vijave. Kërkimi niveleve perfekte. Ignorimi intervaleve të larta kohore. Tregtim pa konfirmim nga qirinj. Më pak nivele, më shumë qartësi. 6. Rëndësia e intervaleve të larta. Gjithmonë. Fillo me daily. Pastaj 4 herë. Më pas 1 herë. Një nivel në daily është shumë i fortë se një nivel në 1 herë. 7. Vizatim praktik në 5 grafika. Ushtrimi detyrueshëm. Hapi 1. Zgjidh 5 instrumente. RSD, KPSD, SDOP, SEP 500, Bitcoin. Hapi 2. Vendos intervalin daily. Vizato vetëm nivelet më të dukshme. Hapi 3. Kalo në 4 herë. Rregullo zonat, jo shto pa nevojë. Hapi 4. Kalo në 1 herë. Shiko si sillet çmimi brenda zonave. Vizato maksimumi 3-5 nivele për grafik. 8. Si përdoren support dhe resistance në trading. Bli afër supportit, jo në mes. Shit afër rezistencës, jo rastësisht. Prit konfirmim nga qirinjt. Mos parashiko thyerje pa prova. Support dhe resistance nuk janë sinjal, janë kontekst. 9. Çfarë duhet arrish në fund të ditës 4? Në fund të kësaj dite duhet të dallosh qartë supportin dhe rezistencën. Vizatosh nivele të pastra. Mos e mbingarkosh grafikun. Kuptosh se tregu reagon në zona, jo në pika. Përfundim. Tregu nuk respekton mendimin tënd. Ai respekton nivelet. Kush mëson t'i lexojë këto nivele, fillon të mendojë si tregtar profesionist.